Sot është dita e verës, një festë me origjinë të lashtë në Kukës. Kjo ditë festohet në disa zona, ngjatë ndryshe nga qytetet tjera. Në Kukës nuk pati organizime institucionale për festimin e ditës së verës. Rritet e festës së lashtë pagane iliro-shqiptare tradicionalisht janë ruajtur brez pas brezi nga populli deri tek dreka e birkaqme familjare ku nuk mungon flija. Këtë përmes vargjeve si çdo ditë vere e tregon edhe poeti popullor Riza Vata. Dita e verës 14 mars në anët tona është vlerësu, ditët e dimrit ishin kaq dhe fëmijët fort janë gëzu. E festojnë shumë larmishëm, edhe Kuksi kret si qark, e me zjarra mjaft fuqishëm, Kuks tërpoj edhe has. Hanara e biskota, karamele e llokume dhe se zira disa kokra, thon fëmijët lumësion. Me mira që ka qenë janë carite që zbatojnë, rrethi në kokë, kur e ven, dhe qëndet ato urojnë. Degathane, thu pra shelqe, ngulën në mure e mbider, për të gjithë, jo veç për vete, me gëzim në shkoft kjo verë. O kolari i ditës së verës, që po të vesh sonte në kokë, ti mi marsh ligat e kres, ban të lumtur në këtë botë. Në sabah këtë rath, i lëshojnë të burimi, gur që hedhin u bëfshin djath, thonë fëmijët nga gëzimi. Edhe zonja e shtëpisë Gjoja Fallxhore, ngujen ujkun mos me ra, ngujen gjarprin futun tokë, fëmijët e mi mos me vinga. Ngujen moknat dhe akrepat që fëmijët të jenë sigurt dhe i thonë fjalë të veta, pshin në tokë edhe mbi drut. As kolari futun rreth dhe çdo gjë mbi barak, zut në tokë për të prek, thonë nanat është gjuna. Guri shpum i lidhet ftinit, që të mbushet me shumë kosh, bajgat mbi therë, të mos i ngjinin lopën e shtëpisë ta kemi shnosh. Kuptim plot ka dhe zjarri, mu në majën më të lartë, gëzohet vajza edhe djali, dimri prapa në elam. Tropojani dhe Arsjani, Kuksi e Malshia kërë, këtë ditë të shenjtë të bani, jo veç sot, por mira vjetë. Ndërkohë, prefekti i Qarkut, Dritan Baji, ka uruar qytetarët për ditën e verës. Me një foto në Facebook, prefekti Baji shkruan: "Gëzuar dita e verës, qoftë një verë bekat, uroj të sjellë shëndet, fat dhe lumturi në familjet tuaj." Edhe kryetari i bashkisë Albert Halile përmes një foto në llogarinë e tij uroi të gjithë kuksianët. Kryebashkiaku Halile shkroi: "Gëzuar ditën e verës. Nga zemra uroj të gjithë qytetarët kuksian kudo që ndodhen një stinë sa më të mbar, të bukur e të shëndetshme. Qoftë kjo një stinë e re, plot energji dhe suksese për të gjithë ju." Edhe Kukës Televizion uron të gjithë kuksianët gëzuar ditën e verës dhe një stinë të begatshme e plotë mbarësi në familjet kuksiane.